Në dokumentin drejtuar gjykatës kushtetuese, avokatët mbrojtës të Erion Veliajt argumentojnë se presidenti Bajram Begaj, duke shpadur datën e zgjedhjeve mbi një vendim qeverie të pezulluar, ka shndruar dekretin në një akt juridikisht të pavlefshëm dhe pa pasoja. Sipas mbrojtësve ligjor, vendimi për shkarkimin e kryebashkiakut ishte ende i pezulluar sipas nenit 115 të kushtetutës, që vendos një barrierë absolute ndaj çdo akti që paracakton zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Avokatët theksojnë se mandati i kryetarit të bashkisë nuk është një privilegj personal, por një e drejtë e sovranit qytetar që nuk mund të cënohet pa vendimin përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Dekretet presidenciale që cënojnë drejt për drejt këtë garanci nuk janë thjesht palishme, por akte antikushtetuese, sepse godasin në zemër të vetë demokracisë përfaqësuese, bazën mbi të cilën ngrihen dhe bahet i gjithë sistemi juridik, thuhet në argumentin e tyre. Avokatët shtojnë se presidenti ka shkelur gjithashtu kompetencën e gjykatave, duke vendosur në mënyrë të njëanshme se ankimi i Veliajt ndaj vendimit të shkarkimit nuk i përkisej gjykatës kushtetuese, por një gjykate administrative, dhe për këtë arsye ka vazhduar me caktimin e datës së zgjedhjeve. Kjo kërkesë e Veliajt vjen në vijim të ankimit të depozituar më herët pranë gjykatës kushtetuese dhe shton tensionin ligjor në procesin e zgjedhjeve të pjesshme, të cilat pritet të zhvillohen në Bashkinë e Tiranës dhe disa bashki të tjera. Mbrojtja i kryebashkiakut argumenton se çdo veprim për ndryshimin e situatës pa vendim përfundimtar të gjykatës përbën shkelje të rënda të drejtave të qytetarëve dhe parimeve kushtetuese.